Me 6 janar, fshati i Polen i Bashkisë Korçës mirëpret festën e veçantë të karnavaleve, një ngjarje që ruan traditat e lashta e të pasura të zonës. Banorët e Polenës, të njohur për ruajtjen e zakoneve të hershme, vishën me kostumet përgatitura nga lëkura kafshësh dhe interpretojnë rituale sipas fabulave të saktuara. Kjo traditë unike e ngjashme me disa vende të Ballkanit ka rrënjë të thella në historinë dhe kulturën e fshatit. Të rinj duket se po e vijojnë këtë traditë mbi 300 vjeçare, e cila u ndalua gjatë sistemit komunist, ndërsa nga viti 1990 organizohet çdo vit në fshatin e njohur. Vjet është viti 36 që organizohen karnavalin në Polen. Jemi të parë në Shqipëri që kemi filluar më 6 janar të 91. Dhe sot është dita viti 36. Ne nuk kemi mbështetje nga bashkia më. Jemi pjesë e bashkisë, nuk vinë të kulturës janë që bëjmë propagandë për karnavalin në kohën e kështu, kurse në Polen nuk u vinë njëri, nuk investojnë një diçka. Çdo gjë e bëjmë me forcat tona. Veshjet e të tjera i bëjmë vetë. Karnavalli është një festë pagare, e cila simbolizon largimin e së keqes në këtë vit të ri. Mund të them se është viti i pestë që marr pjesë dhe kam veshur një shtri. 14 vjet, jam nga fati Polena, e viti 3 që bëjmë ora. Po më pëlqejnë. Po i preferojnë. Po, e bërë disa breza të tjera, dhe vazhdo. Të rinj me një çorape dhe me veshje të frikshme dalin dhe gjuajnë kalimtarët në rrugë. Ky është rituali i arabëve të Polenës, i cili fatkeqësisht po mbahet vetëm nga banorët e nuk po mbështetet nga instancat shtetërore.